Alba nuk u përplas rastësisht me gjithë banorët. Kjo ishte pasojë direkte e mënyrës si ajo vendosi të menaxhonte ndarjen me Limin. Që nga ai moment, shtëpia u kthye në një skenë teatri ku çdo ditë luhet e njëjta shfaqje. Alba si protagoniste absolute, dhimbja e saj si temë qendrore dhe banorët e tjerë të detyruar të jenë spektatorë pa dëshirë. Nuk ka rëndësi çfarë po ndodh realisht në lojë, çdo rrugë të çon tek e njëjta pikë: Alba, ndarja, lotët dhe drama. Problemi nuk është se ajo po vuan. Ndarjet dhe zhgënjimet janë njerëzore. Problemi është se ajo refuzon të dalë nga roli i viktimës, sepse aty ndihet më rehat. Sa herë që dikush përpiqet t'i flasë me logjik, Alba e mbyt bisedën me emocione të tepruara. Zëri i dridhur, syt me lot, pauza dramatike dhe pastaj një fjalim i pafund që zgjet 20-30 minuta, ku përsëriten të njëjtat fjali në forma të ndryshme, derisa çdo mesazh humbet kuptimin. Ajo nuk dëgjon më askën. Çdo mendim ndryshe nga i saj interpretohet si sulm. Çdo kritik, sado e butë, shihet si padrejtësi. Dhe kjo është arsyeja pse banorët u kthyen kundër saj, jo sepse janë të pamëshirshëm, por sepse janë të raskapitur emocionalisht. Askush nuk ka energji të merret çdo ditë me një person që është ndërron çdo situatë në tragjedi personale. Ironikisht, Alba kërkon empati, por nuk ofron asnjë. Ajo nuk pyet si ndihen të tjerët, nuk reflekton mbi sjelljen e saj, nuk pranon që ndonjëherë gabon. Për të, gjithçka është bardhë dhe zi, ajo është e lënduar, të tjerët janë fajtor. Dhe kjo e bën dramën edhe më të rëndë, sepse nuk ka rrugdalje, vetëm rrotullim në vend. Ndërkohë, Limi vazhdoi përpara. Me qetësi, me distancë, duke u fokusuar tek loja dhe vetja. Kjo, në vend që ta ndihmonte Albën të çlirohej, e acaroi edhe më shumë. Sepse tani, përveç dhimbjes, ka edhe inatin që ai nuk po vuan publikisht si ajo. Dhe kështu, çdo lot bëhet më i zhurmshëm, çdo monolog më i gjatë, çdo dramë më e egzageruar, sikur të thotë, shikoni sa keq jam, pse nuk po ndaloni të gjithë. Hë për mua. Por loja nuk funksionon kështu. Askush nuk e ka detyrim të mbajë peshën emocionale të një personi të vetëm, sidomos kur ai person nuk bën asnjë përpjekje të ngrihet vetë. Lotët, kur përsëriten pa reflektim, humbin forcën. Fjalët, kur thuhen shumë herë pa ndryshim, bëhen zhurmë. Dhe Alba, pa e kuptuar, po e djeg vetë imazhin e saj. Në fund të ditës, drama e saj nuk është më prekse, është e lodhshme. Nuk është më e sinqertë, duket e kalkuluar. Dhe kjo është arsyeja pse publiku dhe banorët nuk reagojnë më si në fillim. Sepse dhimbja që nuk shndërrohet në forcë, por përdoret si armë, pushon së qeni dhimbje dhe kthehet në strategji. Konflikti mes Albës dhe Limit ishte një nga ato përplasje që nuk lindin brenda një momenti, por ushqehen ngadalë nga zhgënjimi, xhelozia dhe fjalët e pathëna. Për një kohë të gjatë, marrëdhënia e tyre kishte humbur ekuilibrin. Alba ndjente se po luftonte e vetme për diçka që dikur kishte kuptim, ndërsa Limi sillej gjithnjë e më indiferent, sikur gjithçka që kishin ndërtuar nuk kishte më peshë. Gjithçka filloi me debate të vogla, komente ironike dhe provokime të fshehura. Alba përpiqej të fliste, të sqaronte ndjenjat e saj, por shpesh përballej me mbyllje dhe ftohtësi. Ajo e ndjente se Limi nuk ishte më i njëjti, se vëmendja e tij ishte shpërndar diku tjetër. Përmendja e Dolces ishte ajo që e thelloi edhe më shumë hendekun mes tyre. Për Albën, Dolce nuk ishte thjesht një emër, por simbol i gjithçkaje që ajo ndjente se po humbiste. Dita e konfliktit ishte e ngarkuar që në fillim. Tensioni ndihej në ajër, në mënyrën si shmangnin shikimin e njëri tjetrit, në heshtjet e gjata dhe frymëmarrjet e rënda. Alba nuk e mbajti më brenda. Ajo shpërtheu, duke i hedhur në fytyrë Limit gjithçka që e kishte lënduar, sakrificat që kishte bërë, faktin që kishte lënë njerëz dhe ndjenja pas për të, kohën dhe energjinë që kishte investuar, ndërsa nga ana tjetër kishte marrë fjalë përçmuese dhe mungesë respekti. Debati u zgjat për rreth 30 minuta. Zërat u ngritën, fjalët u ashpërsuan dhe çdo fjali sillte një tjetër akuzë. Alba fliste me pasion, me dhimbje dhe zemërim, ndërsa Limi herë përpiqej të mbrojë, herë humbiste kontrollin dhe i kthente përgjigje edhe më provokuese. Asnjëri nuk dëgjonte më, të dy ishin të fokusuar vetëm te nxjerrja e mllefit. Situata doli jashtë kontrollit kur fjalët nuk mjaftuan më. Alba, e pushtuar nga emocionet dhe ndjenja e padrejtësisë, reagoi në mënyrë impulsive dhe e goditi Limit me shpull. Ishte një moment i shkurtër, por me peshë të madhe që ndryshoi gjithçka.
Pas goditjes, për disa sekonda mbretëroi një heshtje e rëndë, sikur të gjithë e kuptuan se e ishte kaluar një kufi. Në atë çast, Limit Labinoti u fut menjëherë në mes për t'i ndarë. Ai ndërhyri me forcë, duke u përpjekur të ulte tensionin dhe të ndalonte përshkallëzimin e mëtejshëm të konfliktit. U përpoq t'i qetësonte, tu kërkonte të ndalonin dhe të largoheshin nga njëri tjetri. Ishte e vështirë, sepse emocionet ishin ende të ndezura dhe askush nuk ishte gati të tërhiqej. Alba shpërtheu në lodh, e tronditur jo vetëm nga situata, por edhe nga vetë reagimi i saj. Limi qëndronte i ngrirë, mes zemërimit, habis dhe zhgënjimit. Konflikti kishte lënë pasoja të thella. Nuk ishte më thjesht një debat, por një përplasje që kishte shkatëruar çdo përpjekje për mirëkuptim. Në fund, të dy u larguan me ndjenja të rënda dhe pa asnjë zgjidhje. Ajo që kishte nisur si një marrëdhënie me shpresë dhe afrimitet, përfundoi në një konflikt të ashpër, duke treguar se kur mungon komunikimi dhe respekti, çdo ndjenjë mund të shndërrohet në përplasje dhe dhimbje. Pas gjithë asaj përplasjeje të gjatë, pas fjalëve të ashpra, akuzave dhe emocioneve të derdhura pa filtr, erdhi një moment heshtjeje. Një heshtje e rëndë që nuk vinte nga qetësia, por nga lodhja emocionale. Ishte ajo pikë ku të dy e kuptonin se debati kishte shkuar shumë larg dhe se çdo fjalë tjetër rrezikonte ta përkeqësonte edhe më tej situatën. Në atë çast, Limi e pa Albën drejtë në sy. Toni i tij nuk ishte më agresiv, por as i bull. Ishte i drejt për drejt, i prerë, sikur po përpiqej të vendoste një vijë ndarëse mes së kaluarës dhe asaj që duhej të vinte më pas. Ai i tha se tani nuk kishte më vend për lojra, për provokime apo për drama të kota. Mos bëj më lojra, i tha, me një zë që mbante brenda edhe zhgënjim, edhe këshill. Limi i shpjegoi se ajo duhej të ecte përpara. Të mos mbetej e kapur pas emocioneve të momentit, pas inateve apo nevojës për vëmendje. Sipas tij, Alba kishte arritur një pozicion të fortë, kishte fituar respekt dhe mbështetje, dhe tani ishte koha ta përdorte këtë forcë në mënyrën e duhur. Jo për t'u përfshirë në drama personale, por për të treguar hapur atë që shite dhe ndjente për të tjerët. Vetëm ec përpara, i tha ai. Tregoju banorëve të metat që kanë. Thuaj gjërat siç janë. Në fjalët e tij kishte një lloj sfide, por edhe një shtys për ta nxjerrë Albën nga roli i viktimës ose i personit emocionalisht të lënduar. Ai i bëri të qartë se ajo kishte mundësinë ta kthente situatën në favorin e saj, pa pasur nevojë për skena apo përplasje të tjera. Alba e dëgjonte, herë duke ulur syt, herë duke e parë me inat. Brenda saj përplaseshin dy ndjenja, dëshira për të shpërthyer sërish dhe nevoja për të treguar se ishte më e fortë se aq. Fjalët e Limit, ndonse të ftohta, kishin një lloj logjike që ajo nuk mund ta mohonte. Ai nuk po i fliste më si pjesë e konfliktit, por si dikush që po përpiqej t'i tregonte një rrugë dalje. Ai vazhdoi duke i thënë se dramat vetëm sa e ulin figurën e saj dhe e largojnë nga qëllimi. Sipas tij, Alba nuk kis të nevojë të provonte asgjë me zë të lartë apo me skena emocionale. Ajo duhej të fliste me fakte, me vëzhgime, me qëndrime të forta. Vetëm kështu do të tregonte se e kishte fituar vërtet lojën, jo duke u përfshirë në debate të pafundme. Debati i tyre nuk ishte më një shpërthim emocionesh, por një përballje mendimesh që zgjati gjallë. Secili fliste, ndalonte, mendonte dhe rifillonte. Ishte një përballje që nuk kishte më britma, por kishte peshë. Çdo fjalë linte pas një reflektim, çdo heshtje ishte po aq e fortë sa një akuzë. Në fund, Alba mbeti me fjalët e Limit që i silleshin në mendje. Ato nuk e shfaqsonin dhimbjen e saj, por i vendosnin një zgjedhje përpara, të vazhdonte me drama, apo të ecte përpara duke treguar forcë dhe qartësi. Konflikti mes tyre nuk u zgjidh plotësisht, por ai moment shënoi një kthes. Jo një pajtim, por një ndarje rrugësh emocionale. Ishte e qartë se nga ai çast e tutje, gjithçka do të varej nga mënyra se si Alba do ta përdorte zërin e saj, për përplasje, Limi ishte ulur pranë Benitës prej kohësh, aq sa prania e tij ishte bërë e dukshme për të gjithë. Krahu i tij qëndronte i mbështetur mbi të, jo me forcë, por me atë lloj afërsie që nuk kërkon leje. Ishte një gjest i vogël, pothuaj i padukshëm për dikë që nuk donte ta shite, por mjaftueshëm i fortë për të ndezur gjithçka. Benita nuk reagoi menjëherë. Rinte e qetë në dukje, por supet i kishte të ngrira. Syt i lëviznin pak, sikur kërkonin një rrugë dalje, ose ndoshta thjesht po përpiqej të mbante kontrollin.
Ajo nuk donte të ishte shkaku i ndonjë shpërthimi, por e dinte që situata po tensionohej. Alba i kishte parë të gjitha. Që në momentin e parë nuk i kishte shpëtuar as krahu i Limit, as afërsia, as mënyra si ai sillej sikur gjithçka ishte normale. Fillimisht u përpoq ta injoronte. I tha vetes se po e egzageronte, se ndoshta po keq kuptonte. Por sa më shumë kalonte koha, aq më shumë ndjente se diçka po i bëhej përpara syve, diçka që e prekte drejt për drejt. Acarimi i saj u rrit ngadalë. Jo si shpërthim i menjëhershëm, por si një val që mbledh forcë. Frymëmarrja ju rëndua, duart i mbajti të shtrënguara mbi preher. Çdo buzëqeshje e Limit, çdo lëvizje e vogël, ishte një goditje e re. Dhe pastaj nuk duroi më. Pse po ma bën këtë gjë? Tha Alba, më shumë e lënduar se sa e zemëruar, por zëri i saj doli i mprehë. Dhoma u qetësua menjëherë. Bisedat u pren. Të gjithë kthyen kokën. Limi nuk u largua nga Benita. Përkundrazi, ju afrua edhe më shumë. Ishte një veprim i qëllimshëm, një provokim i hapur, sikur donte ta shtynte Alban deri në kufi. Mos e bëj kaq të madhe, tha ai, me një ton që nuk kërkonte qetësi, por dominim. Ka gjëra që sqarohen më mirë sa të dalim jashtë. Fjala ra rënd. Alba e ndjeu menjëherë peshën e saj. Nuk ishte ftesë. Ishte paralajmërim. Një mënyrë për ta ulur, për t'i treguar se ai kishte kontrollin. Ajo u çua në këmbë. Ti po më kërcënon? Pyeti duke e parë drejt në sy. Benita lëvizi më në fund. U kthye nga Alba, jo me turp, por me një shprehje të ftohtë, pothuaj sfiduese. Kishte duruar mjaftueshëm. Dhe fjalët që doli të thoshte nuk ishin të rastësishme. Problemi yt, tha ngadalë, është se nuk je e zonja me ja bërë qejfin. Alba mbeti pa fjalë për një çast. Limit qejfin ja bëjnë të tjerët, vazhdoi Benita, pa e ngritur zërin, por me një siguri që lëndonte. Gjithmonë ka dikë tjetër. Këto fjalë nuk ishin thjesht ofendim. Ishin goditje e drejt për drejt. Alba ndjeu një nxehtësi në kraharor, një përzierje zemërimi dhe zhgënjimi. Syt ju mbushën, por nuk derdhi asnjë lodh. Nuk donte t'u jepte kënaqësinë. Limi heshti. Nuk e mohoi. Nuk e ndaloi Benitën. Heshtja e tij foli më shumë se çdo fjalë. Ai buzëqeshi lehtë, një buzëqeshje e vogël, e rrezikshme, që tregonte se situata i pëlqente. Ti mendon se kjo është forcë? Tha Alba më në fund, me një qetësi që erdhi pas stuhisë. Të lëndosh, të provokosh, të poshtërosh? Askush nuk u përgjigj. Minutat kalonin ngadalë. Çdo sekond dukej e rëndë. Ajri ishte. Pasi Alba u kthye për t'u larguar, ajo mendoi se gjithçka kishte mbaruar. Se të paktën për atë mbrëmje, fjalët ishin thënë dhe kufit ishin vendosur. Por Limi nuk ishte nga ata që e duronin humbjen e kontrollit. Sidomos kur ndodhte para të tjerëve, edhe pse askush nuk ishte fizikisht aty në atë korridor të ngushtë. Hapat e tij u dëgjuan pas saj. Të shpejtë, të ashpër. Jo të qetë. Mos ik, i tha. Nuk ishte lutje. Ishte urdhër. Alba u ndal, por nuk u kthye menjëherë. Mori frym thellë. E ndjente zemrën t'i rrite fort, por nuk donte t'ia tregonte. Kur u kthye, fytyra e saj ishte e ftohtë, e lodhur, por e vendosur. Çfarë do tani? Pyeti sërish, sikur çdo fjalë po i kushtonte energji. Limi ju afrua edhe më shumë. Distanca mes tyre ishte tani e rrezikshme. Ai fliste me duar, me trup, me qëndrim. Ti e prish gjithmonë, tha ai. S'më le as të ri normal. Nuk të bëra asgjë, vetëm u afrova. U bëre xheloze kot. Fjala xheloze ra si dang. Alba e ndjeu si thumë në stomak. Jo sepse nuk kishte ndjerë xhelozi, por sepse po përdori për ta ulur, për ta bërë të dukej e parëndësishme. Nuk është xhelozi, tha ajo ngadalë. Është respekt. Gjë që ti nuk po e kupton. Limi qeshi shkurt me nervozizëm. Respekt? Mos mashit si moral. Po të mos të pëlqente, s'do ishim këtu duke u grindur. Alba bëri një hap përpara. Tani ishte ajo që po i afrohej. Jo, ja ktheu.
Unë po grindem sepse ti mendon se mund të prekësh, të afrohesh, të bësh presion dhe pastaj të më thuash mua që jam xheloze. Ai ngriti vetullat. Presion? Mos e egzagjero. Benita nuk është fëmijë. Ajo të afrohet vetë nëse do. Këtu Alba u ndal. E pa drejt në sy. Pikërisht aty ishte thelbi. Pikërisht, tha ajo. Ajo të afrohet vetë. Kjo është diferenca. Jo ti. Zëri i saj ishte i qartë, i prerë. Pa britma. Pa dram. Dhe ndoshta kjo ishte ajo që e acaroi më shumë Limin. Sepse nuk kishte më kaos për të kontrolluar. Vetëm një të vërtet të thjesht. Ti mendon se nuk e donte? Ja ktheu ai me për. Buzje. Po jeton në iluzione. Ato fjalë nuk ishin vetëm për Benitën. Ishin për Alban. Për mënyrën si ai e shite, naive, e tepruar, e ndjeshme kot. Alban ndjeu duart t'i dridheshin. Mendoi për të gjitha herët që kishte heshtur. Për momentet kur kishte zgjedhur të mos fliste për të mos u dukur e vështirë. Për kompromiset e vogla që ishin bërë të mëdha. Mos më fol ashtu, tha ajo. Ishte paralajmërim, jo kërkesë. Po si të flas? U përgjigj ai menjëherë. Kur ti s'po e pranoke realitetin. Dhe aty ndodhi. Nuk ishte plan. Nuk ishte menduar. Ishte një reagim i pastër, i mbledhur nga gjithë ajo që ishte grumbulluar prej kohësh. Dora e Albës u ngrit dhe e goditi në faqe. Një shpullë e thatë, e qartë, që theu ajrin dhe heshtjen njëkohësisht. Për disa sekonda, asnjëri nuk lëvizi. Limi mbeti i ngrirë. Nuk ishte dhimbja fizike ajo që e tronditi, por fakti që kontrolli i kishte rrëshitur nga duart. Nuk e kishte parë të vinte. Nuk e kishte parashikuar. Alba po dridhej. Frymëmarrja i